Përplasje e fortë mes Gjenetës dhe Gresës. Mos rrej publikisht, drama që tronditi Instagramin. Pas intervistës së mbrëmshme në emisionin Prive, ku Gresa Gashi foli për raportin e saj me Gjeneta Fetaun, situata mes dy ish-banoreve të Big Brother VIP Kosova ka shpërthyer publikisht. Në intervistë, Gresa përmendi se Gjeneta e kishte larguar nga rrjetet sociale, duke nënkuptuar se marrëdhëniet mes tyre nuk janë më të mira. Por vetëm pak orë pas transmetimit, Gjeneta nuk qëndroi më në heshtje. Ajo reagoi ashpër në Instagram, duke akuzuar Gresën për gënjeshtra dhe manipulim të publikut. Në komente, Gjeneta shkruaj t'i hapur. Edhe qita e pash po timoj Gresa. A më shkruve para do ditën private pse më ke hek? Ta jepa përgjigjen, pse duhesh me dal e me rejt publikisht? Reagimi i saj ndezi rrjetet, me fansa që u ndan në dy kampe. Ekipi i Gjenetës dhe ekipi i Gresës. Por Gresa, ndryshe nga pritjet, nuk e përshkallëzoi konfliktin. Ajo i është përgjigjur me tone më të qeta, duke sqaruar se intervista ishte realizuar më herët dhe se nuk kishte qëllim të provokonte askënd. Fjalët e saj ishin të shkurtra, por me peshë. Kjo intervistë u bë më herët oj zemër, qetësohu qiell. Megjithatë, ndjekësit nuk e lanë me aq. Në komente, shumë i kërkuan vajzave të sqarohen privatisht, ndërsa të tjerë thonë se drama e Big Brotherit s'pas ka mbaruar as pas daljes nga shtëpia. A do të vijojë kjo përplasje publike? Apo vajzat do të pajtohen pas kamerave? Kjo mbetet për tu parë.